Sa të kom vendos mi transformu këtë këmishën, është e gotë, i ka këto gjyrat shumë bukra, është material pak ma i plot, po nuk më pëlqen modeli kësaj, kështu që pse jo thash ta transformoj pakës me këtë stilin e ri. Kom vendos mi shkurtu pakës edhe mi marru një kolon, një lidhse, që më mujt mi lidh dhe mbel edhe më dalë shumë bukur. Kështu që t'ja nisim punës. Mas pari këtu e kom shkurtu këmishën. Ja kum hekat pjesën që kum dasht mi prej. Këtu ju mundu pakës me dorë mja këthy një tegel që përmes mi dal fia, përmes mu prish kja poshtë. Ka vyt pakës ko, po për fundim rezultati u dal shumë i mirë. Mas në pjesën që u met, e kum da dhe këta edhe kum ju mundu këtu mi kep pjesë që i ka pas qelne. Edhe kum këthy mrapsht për mi kep. Masi e kum kep krejt, jo mundu me një bisht fshisës edhe e kum këthy marë edhe u dal një kolon perfekt. Qyre sa bukur u dal kjo këmisha, është të më pëlqy shumë, jam shumë e kënaqur me rezultatin. Sa stylish u dal, gjatësinë e ka perfekt, koloni këtu në bel, i bën shumë ma interesant këmishën. Jam shumë e lumtur që e krijova, besoj që edhe ju nëse e bëni, keni mu da shumë të kënaqur, kështu që yes, keni më pa shumë shpesh se u dal një këmish shumë e bukur. Kum vendos mi bo një kombinim se qysh une e kisha vesh kur t'isha dal jashtë. Kam shumë ide, po t'ju tregoj vetëm një se qysh kësi heri kum vendos mi kombinu. Atere, që do këtë kombinimi i parë me këto pantollat në ngjyrë kafe, që përshkojnë shumë bukur bashkë të ngjyrat. E kom vesh këtë bluzën për fundi që ka ngjyrën kështu si butter yellow. Muim shumë bukur mi kombinu edhe me bluza tjera, me ngjyra tjera. Me këtë veshje shumë bukur isha dalë për një kafe, për një drejkë edhe për një takim pune. Kjo kombinimi janë për sot, e na shihemi herën tjetër. Ton ton!